Në qytetin e Kuçovës, puna për përmirësimin e sinjalistikës rrugore ka nisur prej disa ditësh, duke sjellë një frymë të re në infrastrukturën urbane, veçanërisht në sinjalistikën horizontale, vijat e bardha për këmbësorët. Kryqëzimet e rrugët kryesore në brendësi të qytetit po pajisen me vijat e bardha, element thelbësor për orientimin dhe sigurinë e qytetarëve gjatë kalimit nga njëra anë e rrugës në tjetrën. Në një qytet me lëvizje gjithnjë më të dendur të automjeteve, sinjalistika e qartë është e domosdoshme për të shmangur rrezikun dhe për të disiplinuar trafikun. Kamera e televizionit Apollon solli pamje nga procesi i lyrjes dhe shënjimit të rrugëve, ku evidentohen edhe mbishkrimet e reja për këmbësorët dhe drejtuesit e mjeteve. Zoti Abbas Dajko, drejtuesi i kompanisë zbatuese, tha jashtë kamerës se sinjalistika rrugore në qytet kryhet një herë në vit, në përputhje me kontratën me Bashkinë e Kuçovës dhe standarde teknike përkatëse. Kjo nisën veç funksionalitetit të përditshëm, me një rëndësi të veçantë dhe në kuadër të sezonit turistik, ku pritet një rritje e vizitorëve në qarkun e Beratit. Tabelat sinjalizuese dhe vijat e bardha janë jo vetëm një mjet orientimi, por një formë edukimi dhe ndërgjegjësimi qytetar për respektimin e rregullave të qarkullimit. Kalimi në vijat e bardha nuk është vetëm e drejtë ligjore, por dhe një detyrim që kërkon kulturë rrugore nga të gjithë, si nga drejtuesit e mjeteve, ashtu edhe nga këmbësorët. Kjo nisëm për një Kuçovë më të sigurt dhe më të organizuar, është një hap i rëndësishëm drejt modernizimit urban dhe respektimit të jetës së përditshme në qytet.